Realisht është garë promovuese një lloj qysh kanë qenë edhe garat promovuese të Bjeshka e Belegut. Qëllimi i Federatës skijimit është dhe do të jetë që sa më shumë t'i promovoj Bjeshkët e Kosovës dhe t'ju jep pamje gjithë qytetarëve të Republikës Kosovës se kemi pistat skive aq shumë sa që edhe ne kemi marrë një iniciativë që t'i eksplorojmë me gara promovuese, kështu siç është edhe kjo. Prej përvojës edhe prej asaj se çfarë kum kalu tash 25 vite në për gjithë botën, po shoh një potencial të jashtëzakonshëm kësaj Bjeshke, kështu që investimet duhet me qenë sepse rruga ishte shumë nuk ishte e parapame që të vinë makinat e vogla, po ja dolëm gjithsesi, erdhëm për me po do thotë me bë promovimin e kësaj Bjeshke këtu.